Disa dronë fluturuan mbi bazën e nëndetësve në Francë, ku ndodhen raketat balistike me energji bërthamore. Baza është treja e sistemit francez të parandalimit bërthamor dhe e nëndetësve me raketa balistike me energji bërthamore. Për këtë arsye u vendos menjëherë në alarm, siç njofton edhe Gjandarmeria. 5 dronë u identifikuan teknikisht mbi zonën e sigurisë së lartë, e cila ndodhet pranë portit të Brrestit. Gjandarmeria dhe forcat detare aktivizuan një operacion të specializuar kundër dronëve, ndërsa batalioni i pushkëve të marinës i ngarkuar me mbrojtjen e bazës ndërmori disa sulme kundër mjeteve ajrore pa pilot. Mediat franceze bëjnë të ditur se autoritetet nuk kanë dhënë informacion mbi origjinën e dronëve apo nëse janë neutralizuar plotësisht. Fluturimet me dronë mbi këtë zonë të kufizuar nuk janë të rralla. Natën e 17 dhe 18 nëntorit u raportua një tjetër dron mbi gadishullin Crozon, megjithëse ai nuk hyri në zonën e instalimeve ushtarake. Baza Ilonge, një nga objektet më të mbrojtura të Francës, e cila ruhet nga rreth 120 xhandar detar që veprojnë në koordinim të ngushtë me Marinestat për të garantuar sigurinë e arsenalit bërthamor francez. Autoritetet mbeten në gatishmëri të lartë për shkak të rrezikut të aktiviteteve të mundshme të spionazhit apo provokimeve të tjera ajrore.